Fluksi neto i investimeve të huaja direkte në Serbi ka rënë me 53% gjatë 10 muajve të parë të 2025-s, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Investimet kanë arritur vlerën e 1.720 miliardë eurove, njoftoi Banka Kombëtare e Serbisë. Në periudhën janar-tetor, fluksi total hyrës i investimeve të huaja direkte në Serbi u tkur me 34% në bazë vetore në 2.718 miliardë euro, ndërsa fluksi dalës total u rrit me 115%, duke arritur në 998 milion euro, ndërkohë investimet neto të portofolit u kthyen në një nivel pozitiv prej 848 milion euro, nga minus 579 milion në 10 muajt e parë të vitit 2024. Investimet neto në derivatet financiare, duke përjashtuar rezervat si dhe në opsionet e aksioneve të punonjësve, arritën në minus 15 milion euro, krahasuar me minus 14 milion euro të një viti më parë. Në vitin 2024, Serbia toroqi 4.622 miliardë euro investime të huaja direkte neto, ndërsa fluksi total hyrës u rrit në 5.231 miliardë euro. Muajin e kaluar, burime nga Banka Kombëtare e Serbisë deklaruan se flukset e investimeve të huaja direkte këtë vit janë më të ulta krahasuar me vitin 2024 për shkak të pasigurisë globale, si dhe tensioneve politike të brendshme që kanë çuar në shtyrjen e disa investimeve. Kjo situatë tregon se Serbia përballet me sfida serioze në tërheqjen e investimeve të huaja, që janë jetike për rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës. Analistët paralajmërojnë se stabiliteti politik dhe masat për të rritur besimin e investitorëve do të jenë vendimtare për rikthimin e flukseve të investimeve të huaja direkte në nivelet e mëparshme.